Pullumkulla ka sjellë në skenën e teatrit Bylis mbrëmjen e së mërkurës magjinë e skenës pirake, një shfaqje që ka sjellë para spektatorëve madhështinë e artit skenik shqiptar, përmes emrave emblematik që kanë shkruar historinë e këtij teatri. Loja mjeshtërore e aktorëve Fjerak si Astrid Hasani, Klajdi Marku, Mjola Sita e të tjerë, këngët, vallet, por dhe dedikimi në memorian për artistët e larguar nga jeta, e kanë bërë këtë mbrëmje të paharrueshme. Fenomenet negative të pas viteve 90 në vendin tonë u goditën nga satira therse e Pullumkullës, ndërsa nuk kanë munguar dhe mesazhet për politikanët. Është një shfaqje që kujton periudhën e ndritshme të teatrit Bylis, ku renditeshim në majat e artit skenik shqiptar, ka thënë Kulla në përfundim të shfaqjes, ndërsa ka theksuar rëndësinë e rikthimit të lavdisë së dikushme, teksa është ndalur dhe tek mesazhet për politikanët e sotëm. Patjetër është një nevojë e domosdoshme dhe opinioni publik duhet të ngulë këmbë në shkallë qarku, rrethi dhe qyteti, si i them, që kjo punë të jetë, sepse nuk nevoja e teatrit, nevoja e humorit, nevoja e lëvizjes artistike edhe si thua mësymjes të talenteve që të vinë rreth kësaj skene është e domosdoshme. Edhe njerëzit tani diçka të kenë, një shkëndijë të kenë, ja mbathin për Tiranë, edhe mundohen të kapen për gjitha gjërat ato organizimet që ka vetë Tirana me kanale televizive dhe me organizmat e ndryshme. Kështu që është e domosdoshme dhe unë nuk e di nëse ju do ta bëni këtë si thua gazetarët, opinioni publik ta ngrej me forcë këtë gjë. Mesazhi është që të jenë zgjedhje të qeta, njerëzit të shprehin mendimin e tyre, dhe populli t'i japi vërtet votën e tij të lirë, edhe që të dim se ku jemi, sepse ne të tërë kemi nevojë që nga këto votime të shohim dritë, të shohim një bilanç të përgjithshëm, pa zhurmë, pa buja, pa trompeta dhe pa ashtu, dhe të shohim vërtet se ku jemi. Sot s'kishte teatr, sot kishte thjesht një mbledhje, siç e pat juve, për fat të keq me shumë të ishin jashtë në Fierit se sa ishin këtu, se s'kemi këtu i 3 aktorë ishin. Edhe, po megjithatë e shoh që prap njerëzit mblidhen edhe dëshirojnë ta bëjnë këtë gjë, dhe kjo është bazë e mirë. I emocionuar dhe me lot në sy aktori i mirënjohur Fjerak Luftar Paja, ka pohuar se Pullumkulla vijon të mbetet një shkollë e vërtet e artit shqiptar dhe fat për Fjerin. Besoj se kam të drejtë se këtu në këtë teatr kam shkrirë gjithë rinin time bashkë me shokët, me mundi me kuptohet që artistët si gjithë njerëzit kanë baticat dhe zbaticat e tyre në familje, apo në jetën shëndetësore, kur i thonë, dhe mendoj se kemi përballuar me shumë sukses. E para. E dyta është që ka qenë një bërtham e humorit për arsye që shpjegova dhe më parë, që ardhja e Pullumkullës dhe e disa personaliteteve tjera të artit dhe të kulturës e ndryshuan pamjen e këtij teatri. E kemi thënë shpesh herë që Pullumkulla gjeti shtratin këtu, por edhe ne gjetëm Pullumkullën maj e Asbergut ose një margaritar. Jeta bën të sajnë, por shpresat nuk humbasin asnjëherë. Kështu që unë mendoj që me këtë punë që është bërë, me këtë rikonstruksionin e teatrit, duhet që jeta artistike në Fier të gjallërohet, sepse kushtet i ka. E prita me kënaqësi ftesën, ka thënë udhëheqësi ekzekutiv i shfaqjes Leonard Bombaj, dhe kjo është një shfaqje nga e cila ka mësuar shumë. Që në fëmijëri kam qenë 30 vjet fans, adhurues i Pullumkullës, pata fati 20 vjet isha bashkëpunëtor dhe bashkëpunëtar i tij, dhe Pullumkulla ka arritur në një moment tashme që neve e konsiderojmë si një legjendë të gjallë që duhet patjetër ta prekim dhe ta jetojmë. Kurse sa i përket shfaqjes që neve sapo mbaruam, më duhet të them që
provat kanë filluar në shtëpinë e Pëllumkullës dhe kjo tregon se çfarë lloj këmbgulje përveç talentit kërkon arti në Shqipëri, ku terreni është shumë i vështirë dhe mua më është dashur, duhet të them që nga kjo shfaqje kam dalë me një eksperiencë krejt të re, i kam bërë të gjitha gjërat. Le të them çfarë bën një vajzë në shtëpi ose një fëmijë në shtëpi që i bën të tëra gjërat. Kështu që pak a shumë kam qenë muskujt fizik të Pëllumkullës në këtë shfaqje. Jam shumë i kënaqur që në Fier neve më duhet ta them këtë. Shumë entuziazmi erdhi këtej nga skena dhe më shumë pritet akoma nga spektatorët që të jenë dhe ta mbushin sallën. Në udhëheqjen artistike të Gëzim Kamës, publiku ardashës Fierak përjetoi një natë të paharrueshme përmes një ansambli të tërë artistik që risolli memorie në një periudhë të artë teatrore me Pëllumkullën në krye.